عذب اللحن أهديك أروعه طيرا على فنني يا مالكا شجني خذ عذب اللحن أهديك أروعه طيرا على فنني يا مالكا شجني خذ عذب اللحن أهديك أروعه طيرا على فنني نحيي مشاعرنا نلقى بشائرنا فجرا يعانقنا. Sot inshallah bi'idhnillah vazhdojmë me cilësitë, virtytet, sifatet e ehli sunnetit dhe xhamatit. Cilësia e parë e ehli sunnetit dhe xhamatit, palës ndihmum dhe grupi shpëtuar ishte pasimi i Kur'anit dhe sunnetit. Morja irnek Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe shëmbulltir në jetën tonë dhe udhëhec kushtetut tonën tjetë Kur'ani dhe sunneti dhe largimin nga bidatët dhe risit. Virtyti i dit i palës ndihmum dhe grupit shpëtum është që ato vllazërojnë, mitësojnë dhe armiqsojnë vetëm për hir të Allahut azza wa jall. Nëse zojnë mik, zojnë vetëm për Allahun azza wa jall dhe nëse armiqsojnë vetëm për hir të Allahut azza wa jall. Andaj Allah azza wa jall thot me të vërtetë shëmbulltyr e mirë, yrnek i mirë për juve është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, për kan është shëmbulltyr i mirë është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për kan është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam yrnek i mirë është për ato të cilët i besojnë sinqerisht Allahut azza wa jall. خذ أعذب اللحن أهديك أروعه طيرا على فنني. Sikur se ka thonë poeti, Ebil Islamu la abali siwahu idha iftakharu bi kaysin aw tamimi, baba jam është Islami, nuk kam bab tjetër unë, edhe nëse njerëzit burën me kejsin o temimin. Unë e tham edhe nëse njerëzit burën me Skenderbeun dhe me Nën Terezën. Edhe nëse njerëzit burën me Ibrahim Rugova me këto tjertë. Jo vallahi ne burna vetëm me Islamin. Ebil Islamu la ebali gajruhu. Wallahi baba jem, udhëheci jem, komandanti jem është Islami, nuk kam tjetër, nuk e pasoj dhe as që e ndjeki dikam tjetër përveç se Kur'ani dhe Sunnetit. يا مالكا شجني خذ أعذب اللحن أهديك أروعه طيرا على فنني يا مالكا شجني خذ أعذب اللحن أهديك أروعه. Dhe të kenë dru Allahut azza wa jall se vallahi kur dalin para Allahut azza wa jall nuk dihet se me çfarë fytyre do t'i dalin Allahut azza wa jall. Do të burën me armikun të përbetuar Islamit, me shkaktarin numër 1 i cili e pengoj që Islami të hecë përpara. Do të mburën me armikun i cili mbiti me mia musliman. Do të burën me armikun i cili e luftoi tauhidin, e luftoi shahadetin, e luftoi fjalën la ilaha illallah. Kurse sot Hasana, Huseina i Zeta shkojnë i bajnë sejdë dhe mburën para atina. Bile për lan, kush i pari ka mi çu lule? Kush i pari ka mi çu lule atina? Wallahi kjo është për me kajt vllazni. Kjo është për me kajt se si musliman të mashtrohen, me armik të përbetuar të Islamit. Mburën. Andaj muslimoni zguzon me mbur vetëm se Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe kështu me radhë. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du fa inna asdaqa al-hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar. Amma ba'd. I gjithë hamdi falënderimi i takon Allahut azza wa jall, Zotit të botrave. Ka udhëzon Allahu azza wa jall, s'ka kush që humb. Dhe ka humb Allahu azza wa jall, s'ka kush që udhëzon edhe çet në rrugën e drejtë përveç se ti. Qem salat dhe salame, paqja, shpëtimi, mëshira, rahmeti Allahut azza wa jall, kofshin mbi dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë deri në ditën e gjykimit. Vllazën të dashur, lutna Allahun azza wa jall që këtë mexhlis ta ban mexhlis të hajrit. Dhe njëkohësisht lusna Allahun azza wa jall që gjithë muslimanëve anë kanë botës Allahu azza wa jall të ndihmon, mëshira dhe ndihma e tij mbi të të zbret dhe inshallah e korin fitoren sa më shpejt. Lusna Allahun azza wa jall njëkohësisht që të na bën prej atyre të cilët i ndëgjojnë këtë fjalë dhe ju bën dobi në ditën e sodit dhe në ditën kur dalin para Allahut azza wa jall. Vllazën të dashur, sot inshallah bi'idhnillah
Vazhdojmë me cilësitë, virtytet, sifatet e ehli sunnetit dhe xhamatit. Virtytet apo sifatet e grupit shpëtum dhe palës ndihmum. Andaj lusna Allahun azza wa jall që çdo cilësitë që e cekëm të na bën të pandame nga jeta tonë dhe të na bën prej atyre të cilët e pasojnë këtë menhej deri në ditën e gjykimit. Tham sa për rikujtim tham që virtyti, cilësia e parë e sunnetit dhe xhamatit, palës ndihmum dhe grupit shpëtum ishte pasimi i Kur'anit dhe sunnetit. Morja irnek Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe shëmbulltir në jetën tonë dhe udhëhec kushtetut tonën tjetë Kur'ani dhe sunneti dhe largimi nga bidatët dhe risit. Do me thonë, kjo është virtyti, sifati i parë që duhet ta ketë ehli sunneti dhe xhamati, çdo njeri i cili don të jetë prej palës ndihmum dhe grupit shpëtum, e ndihmum prej Allahut azza wa jall dhe e shpëtum prej zjarmit të xhenemit dhe fitues të xhenetit. Kurse e dita tham se virtyti i ditë i palës ndihmum dhe grupit shpëtum është që ato vllazërojnë, mitësojnë dhe armiqsojnë vetëm për hir të Allahut azza wa jall. Nëse zojnë mik, zojnë vetëm për Allahun azza wa jall, dhe nëse armiqsojnë vetëm për hir të Allahut azza wa jall, apo siç tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, au thaqaur al iman, hallka më fort e besimit është me desht për Allah, me urrejt për Allah, me dhon për Allah dhe me abstenu mos me dhon për Allah. Andaj çdo musliman duhet stoliset me këto dhe mos ta doje dikan apo mos zoje mitësi dhe armiqsi për shkak do një interesi, partie, hoxhe, mendimi dhe kështu me radhë. Mirë për gjithë kjo duhet jetë në përputhshmëri me Kur'anin dhe Sunnetin. Cilësia e tretë me cilën duhet stoliset çdo musliman nëse don që ndihma Allahut azza wa jall zbret bita dhe xheneti të jetë shtëpi e fundit e tina, apo stacioni i fundit të tij të jetë xheneti Allahut azza wa jall, është që siç thënë dietarët e shumulije. Shumulije në gjuhën arabe nëse përkthehet do të jetë që të jetë komplet universal. Mos të jetë islami i njanshëm, i degzum, me e kap vetëm një deg të islamit. Mirë po, pa tjetër duhet të jetë muslimoni, duhet të jetë universal, të jetë i përgjithshëm, të merr ato senet primare, mos të jetë i cek dhe i anshëm, ta more vetëm një anë kurse anën tjetër as pak mos ta shiqoje. Mirë po muslimoni pikësinim njëtën ti i ka sendet primare, mundohet që ti realizon sendet primare dorës të parë dhe mos të futët dorën e dytë, dorën e tretë, kurse nuk e ka realizu veprat dhe obligimet që i ka primare më të dobishme apo dorës parë. Pra vllazën, kështu duhet të jetë stolisë çdo musliman, të jetë i përgjithshëm, i çdo anshëm, universal me një fjalë. Mos të jetë prej atyre të cilët siç pasojnë disa xhamate të cilët miren vetëm me një send posaçëm. Për shembull, dikush miret vetëm me davet, nuk shir ketër send, nuk shir sheriatin Allahut azza wa jall, nuk e mëson fikun, akiden, besimin mirë, po ai miret vetëm me davet. Kjo nuk bën sheriat. Duhet të jemi të përgjithshëm. Mos të jeni të njanshëm, apo dikush miret vetëm me lëminë e akides. E merr akiden për ato të tjerë, akhlak, moral nuk ka as pak. Kështu nuk është ehli sunneti dhe xhamati. Ehli sunneti dhe xhamati është i përgjithshëm, është në davet, është në akide, është në fik, është në usul. Nga se e dini vllazni që shumë prej dietarëve të cilët i kanë dhënë rëndësi një dege dhe e kanë anashkalu degën tjetër, apo shumë prej grupeve njerëzve të cilët i kanë dhënë anësh një sendi dhe kanë haru anën tjetër apo pjesën tjetër të islamit, kanë deviju dhe nuk janë rrugën e sunnetit dhe xhamatit. Merrni për shembull, do ta cekna xhamatin teblig. Ato i kanë dhënë shumë përparësi davetit. Davet të njerëzit, mirë po dituri. Po e cekën njerë, dituri, akide, besim, ato nuk thirin. Edhe nëse i pyet se çfarë është akidja, çfarë do të thotë besimi në Allahun azza wa jall, nuk din, pse ato i kanë dhënë vetëm njën. Apo pala tjetër siç janë xhawarij, i kanë dhënë rëndësi çështjes besimit derisa e kanë bërë të madhe shumë, e kanë bërë çështje të madhe, kurse e kanë lënë davetin, e kanë lënë akhlakin, e kanë lënë moralin, e kanë lënë fikun, derisa i kanë vrarë muslimanët për një mëkat vogël. Apo sikur e kanë bërë murxhit,
Çka i kanë marrë ato hadithet e lehtësimit, kush thot la ilaha illallah sos puna, a kanë haru hadithet e tjera ku thotë që kush thot la ilaha illallah me sinqeritet, hadithin tjetër kush thot fjalën la ilaha illallah me bindje, hadithi tjetër kush e thot fjalën la ilaha illallah me respekt, me nënshtrim, këto i ka haru, e ka marrë vetëm këtë hadithin. Andaj muslimoni duhet të jetë i përgjithshëm. Andaj për këtë sebeb muslimoni duhet të jetë i përgjithshëm dhe ta kap këtë islamin komplet, gjithë anët e islamit. Përndryshe, si që cekin një rast një hoxh, ju ka dhonë rëndësi shumë fikut, kur e ka vetë në akide, ka shkretue. Pse? Kështu muslimoni, si kur shenë ka i thotë, merë për gjithë shkahit, diçka. Merë për gjithë shkahit, diçka. Mirë po prej diçkajt merë gjithë shka. Edhe njëre po të se, muslimoni do tjetë, merë për gjithë shkahit, diçka. Kurse prej diçkajt merë gjithë shka. Andaj e dini vllazën të dashur, argument për këtë adoni, thamë se këto sifate, virtytet e ehli sunetit janë nxerta prej Kur'anit dhe sunetit. Argument për këtë, çfarë thëna, e dinin se kur e pyetën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, çfarë i thanë? Tha kana khuluquhu Kur'an. Morali i tij ishte Kur'ani apo? Pse nuk tha Aisha radhiyallahu, morali i tij ishte surja Tauba. Morali i tij ishte surja Anfal. Morali i tij ishte surja Bekara. Morali i tij është surja Muzammil, surja Maryam. Jo, tha kana khuluquhu al-Quran. Morali i tij, akhlaqi i tij ishte Kur'ani komplet. Gjithë shka, me Bekara, me Ali Imran, me këtë Kur'ani, gjithë shka çfarë kishte në Kur'an, ai ishte morali pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai ishte morali, ai ishte besimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ishte i gjithë Kur'ani. Sjellja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte i gjithë Kur'ani. Fiku i respondenca islame tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte i gjithë Kur'ani. Gjithë Kur'ani, jo një pjesë e Kur'anit, jo një djegë e Kur'anit. Andaj Islami do të jetë çdo njeri prej ehli sunetit dhe xhamatit do të jetë i gjithanshëm. Jo vetëm me një anë, do të jetë i gjithanshëm, të ketë moral, të ketë akide, të ketë sjellje, të ketë edukat, të ketë fik, të ketë gjitha këto, e mos të jetë vetëm me një send, kurse në tjerët moralin e ka diçka tjetër, ajo tjetër është diçka tjetër. Andaj vllazën të dashur, Allahu azza wa jall i sprovon besimtarët dhe thotë wa kadhalika nufassilu al-ayati litastabina sabilul mujrimin. Kështu Allahu azza wa jall ja u bën juve argumentet, i sprovon njerëzit që mu bëhen qartë rruga e mujrimave, e zullumçarëve. Allah azza wa jall zbrit telashe, sprova mbi njerëzit që mu dallu rruga e muslimonit, sjellja e muslimonit, besimi i muslimonit, dituria e muslimonit, politika e muslimonit, prej politikës zullumçarëve, prej diturisë zullumçarëve, prej akides zullumçarëve, litastabina sabilul mujrimin, që mu bëhet qartë rruga e zullumçarëve. Se vallahi vllazën të dashur, është sunnet i Allahut tok, është ligj i Allahut azza wa jall, i cili lan tajida li sunnatillahi tabdila, nuk gjen ndryshim për sunetin Allahut azza wa jall, që gjithmonë do të ketë ballafaqim mes vërtetës edhe mes të kotës. Një prej sebepeve, prej hikmeteve, prej urtësive që ka ballafaqim, luftë mes të vërtetës edhe të kotës, është që me dalin shesh zullumçart. Allah azza wa jall e çon një sprov, zullumçart dalin dhe shfaqen vet, hiç pa i vet ata dalin. Andaj Allah azza wa jall e bin një shembull, me një shtet Skandinavis, ka qenë një far kafshë, një far antilope, ka qenë e çmume, s'ka pas shumë, janë qu këto për mbrojtjen e kafshëve, kanë organizue nga si ka hungur ujku. Ujku i ka hungur këto dhe është paku numri këtire. Mbledhen këto mbrojtjen e kafshëve dhe ban një organizim që mi mbit ujqit, që mushtu numri këtire antilopëve. Kështu që organizojnë dhe fillojnë mi mbit ujqit, nuk lojnë atë malin as një uk. Mirë po pas një kohë, pas një periudhe 2 vjeçare, 3 vjeçare, e gjenë që fillojnë këto antilopët me cof vetë me cof. Fillojnë studimet një pas njëshme, deri sa dalin rezultate se ato kur s'kajnë pas, kanë qenë sigurta prej armikut, prej ujkut. Janë ftof, nuk kanë hik, nuk kanë ngaremu në zef, dhe gjaku ju kanë ngrin venet e tyre dhe kanë cof. Andaj janë qu dhe kanë pru ujtë tjerë që me shtu numrin e këtyre. Edhe kështu janë musliman.
Nëse nuk ka ballafaqim mes të vërtetës edhe të kotës, muslimanët vdesin. Muslimanët vdesin vetvetiju. Mirë po, pasi që ekziston lufta mes të vërtetës edhe mes të kotës, atëherë muslimoni bëhet i gjithanshëm. Bëhet universal. I ka gjitha sendet. Andaj edhe thash edhe njëherë po të thoj se sill kur e pyetën kejfe kana Rasulullah, si ishte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tha kana khuluquhu Kur'an. Sjellja e tij ishte Kur'ani. Nëse e këshir mëshirën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e gjen Kur'an. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i vjen njëri e furat derisa i mesin shenja prej furatmës, edhe në fund thot jepni këtij sa doje, i japin parë e vetën au kënaqë, thot jo, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot jepni hala. Derisa kënaqet ai. Pastaj sjellja morali Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me familjen e vet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë khairukum li ahli, ma i miri prej juve është ai i cili sjellet më së miri me familjen e vet. Kurse e dim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vllazën ka harnu. Nga se khairukum li ahli. Nëse e këshir Muhamedin sallallahu alaihi wasallam luft, ka qenë imam. Kur thot Aliu radiallahu anhu dhe shumë prej sahabëve, kur u bajke lufta e vështirë, kërkojshmi si mburoj e mirëshmi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe qëndroni mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sa ai e mirë ke flamurin, ai hecke përpara. Kështu ishte morali pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj Allah azza wa jall thot laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawmil akhir wa dhakara Allaha kathira. Me të vërtet shëmbëltyr e mirë, yrnek i mirë për juve është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, për kanë është shëmbëltyr i mirë është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për kanë është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam yrnek i mirë është për ato të cilët i besojnë sinqerisht Allahut azza wa jall. Liman kana yarju Allaha wal yawmil akhir, për ato të cilët shpresojnë takimin me Allahun azza wa jall dhe se do të dalin një ditë para Allahut azza wa jall. Andaj Allah azza wa jall thot فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوه نور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Ato të cilët e morin yrnek, e ndihmojnë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, besojnë tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe tek librat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që zbritën ku është Kur'ani dhe Suneti, ulaika humul muflihun. Këto janë çpëtuar nga se e morën yrnek pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Andaj Allah azza wa jall nuk tha që ato të cilët e morin vetëm një pjesë të Islamit. Nuk tha ato të cilët e pasojnë Muhamedit sallallahu alajhi wasallam vetëm me një pjesë. Tha wattaba'u nura alladhi unzila ma'ahu, dhe ndjekën nurin që zbrit i cili është Kur'ani, i gjithë Kur'anin e pasun. Nuk e dajtën me një çështje apo me një çështje, mirë po gjithë çështjet e tjera, sistem tjetës tjera, prej sabahut deri në mbrëmje apo prej lindjes apo prej paralindjes e deri në vdekje, yrnek, shëmbulltir, kushtetut, sistem, ligj tjetës e kanë Kur'anin dhe Sunetin. E jo vetëm me një pjesë ku na kona e mora vallaj. Feja në xhami, politika parlament. S'ka kështu në Islam. Udkhulu fi silmi kaf, Allah azza wa jalla ka thonë, hini në Islam komplet. Jo feja në xhami, politika, ja. Gjithçka Islami është i kompletshëm. Ajo e cila është xhami do të jetë jashtë xhamie, ajo e cila do të jetë jashtë xhamie do të jetë në xhami. Islami e kap gjithë sferën e jetës. E jo me thonë Islami vallaj për në xhami, ama për çështjet shoqërore ne e kina kanunin e lekës apo ligjin e Francës apo ligjin e Amerikës. Nëse thot një njeri kështu, vallahi ka dalë për Islamit dhe ai nuk ka çka lip në Islam. Ai ka thonë që unë jam vetëm musliman sa hin xhami. Kur dal për xhamie, yrnek shëmbëltyr temën e marr lekën apo Napoleon Bonapartën apo George Washingtonin apo kushdo koft. Jo ne mona yrnek tjetës, shëmbëltir, kushtetut, sistem tjetës, Kur'anin dhe Sunnetin. Allahun azza wa jall e kemi këtu, e kemi në shtëpi, e kemi gjithkund. Allah azza wa jall na shef dhe i din veprat e tona. E jo me thonë që vetëm Islami në xhami, feja në xhami, politika jashtë. Jo, Islami është gjithçka, është i kompletshëm edhe është i tanaanshëm. Andaj lusna Allahun azza wa jall që mos t'ia ban prej atyre të cilët thot Allah azza wa jall afatu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd. Ai besoni një pjesë të Kur'anit kurse pjesën tjetër e lini. Ai besoni një pjesë të librit dhe tjetrën e lini pas shpine. Fama jaza'u man yaf'alu dhalika minkum, cili është shpërblimi, cili është dënimi i atyre të cilët veprojnë kështu. E beson një pjesë të Kur'anit,
Andaj vllazni ato të cilët e besojnë një pjesë Kuranit, del në televizion dhe thotë që vajzat me mbulesa nuk kanë çka lipin shkollat tona. Thuhet ti çka ka bëu shkollë baba i vet. Thot, s'ka çka lipin. Andaj Allah Azza wa Jall thot, "Fama jazaa'u man", cili është dënimi atyre të cilët i besojnë një pjesë të Kuranit. Çka? Ai është musliman vetëm për Bajram. Apo vetëm për Ramazan. Ama nëse vjen pyetje mbulesa, thot jo, kjo nuk është pjesë e Islamit. Këtu shkollat tona nuk ka nevojë për mbulesa. Këtu duhet të marrë shplut desh. Fama jazaa'u man yaf'alu dhalika. Cili është dënimi? Dënimi është khizyun fil hayati dunya. Ka mu pështrum këtë dunjë. Edhe Allah Azza wa Jall e pështron këtë dunjë, çetën pi punë. E qesin pi punë, edhe inshallah e qesin edhe piksoj dunjoje me laçet edhe amorin shpirtin. Wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil adab. Kurse në ditën e gjykimit do ta ketë dënimin e ashpër. Wa Allahu bi ghafilin amma ta'malun. Wallahi Allahu Azza wa Jall mos mendoni që flen, apo mos mendoni që Allah Azza wa Jall nuk e din se çfarë veprojnë ato ignorant. Yakuluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd, yuriduna yattakhidhu bayna dhalika sabila. Kurse një palë tjetër çfarë janë? Pala tjetër dojnë pak pi Kur'anit, pak aty, pak këtu, me buni fetre. Shka? Ne nuk kina as me muslimant, se ato ekstrem shumë, duhet mu mluë, duhet me udhëheq Kur'ani, duhet me udhëheq suneti, ama as me këto nuk kina, valla, se këto shumë demokrat. E shka e banë? O jetë të khidhune bejnë dhalike sebila. Mori një farudhe mes kësaj edhe kësaj, pak pi Kur'anit, pak pi Gjorgjit, pak pi ati, me ndojnë mi mashtru muslimant. Allah Azza wa Jall thot, ulaika humul kafiruna haqqa. Këto janë qafira haq. Këto ndesh me pa qafir hakikat, shiqoni ato të cilët morin pak pi Kur'anit, pak pi ligjit Francës, pak pi Kur'anit, pak pi ligjit Amerikës, pak me Kur'an, pak me kanun, pak me Kur'an, pak me adet, edhe mundohen mes kësaj dhe kësaj me bu një rrugë tret. Thot ulaike humul kafiruna haqqa, këto janë qafira haq. Wa atadna lil kafirina adhaban muhina, kurse për qafirët kemi bën dënim të ashpër dhe nënçmues. Andaj Allah Azza wa Jall thot, wa min alladhina qalu inna nasara akhadna mithaqahum fanasu hadhan mimma dhukiru bihi fa aghrayna bainahum al-adawata wal baghdha ila yawm al-qiyamah. Vllazën të dashur, nëse doni me ditë se pse ka armiqësi mes kësaj palës edhe kësaj palës, pse lufton, pse vrahen, që Allahu Azza wa Jall na ka dhënë përgjigjen. Allah Azza wa Jall na ka dhënë përgjigjen dhe ka thonë: "Wa min alladhina qalu inna nasara", dhe për atyre të cilët thanë se ne jena krishterë. Akhadna mithaqahum, ja u morën besatimin, sikur që Allah Azza wa Jall ja ka morë muslimanëve besatimin kur kanë thonë ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Fanasu hadhan mimma dhukiru bihi. E harun një pjesë, çfarë thanë? Allah Azza wa Jall tha, shkoni në xhami, falni 5 kohë namaz, ato s'vin xhamia. Veç kur vire vakti për me votue, shta i shef ketë atë në xhamia i ki vllazni. Her del atje, her një apash, her Sultan Murat, her Sultan Pekmes, ketë xhamiet i het. Ama para votimeve suratin s'do m'ja bo xhamis. Me mujt i prishin xhamiet. Ama kur vire puna për me votue, ketë i kin xhamia. Çka thot? Wa nasu mimma dhukiru bihi. E lan një pjesë çfarë i këshillum, çfarë i urdhrum. Fa aghrayna bainahum al-adawata wal-baghdha. Atëherë thot tek ato filloi armiqësimi. Adawa, armiq njëri me tjetrin. Ai shoj këta kishoj wal-baghdha, edhe urrëtia ila yawmil qiyamah. Kjo do të vazhdon deri në ditën e gjykimit, përderisa nuk i kthehen rrugës Allahut Azza wa Jall. Nëse i kthehen rrugës Allahut Azza wa Jall, e pasojnë Kur'anin dhe Sunetin, e kuptojnë vallahi se nënshtrimi ndaj urdhëve të Allahut Azza wa Jall është obligimi më i madh. E nëse nënshtrohesh urdhit të Allahut Azza wa Jall, Allah Azza wa Jall çfarë thot? Innamal mu'minuna ikhwa. Me të vërtet muslimanët besimtarët janë vllazën. Me të vërtet muslimanët dhe besimtarët janë vllazën. Andaj lusna Allahun Azza wa Jall që neve dhe juve na ban për atyre të cilët e pasojnë vetëm Kur'anin dhe Sunetin dhe largohen prej çdo sendi tjetër dhe nuk morin rrugë tjetër dhe nuk morin sistem tjetër dhe nuk morin listë tjetër përveç Kur'anit dhe Sunetin. E lusna Allahun Azza wa Jall që të na ban për atyre të cilët mburren me Islam, mburren me Kur'an dhe me Sunet dhe nuk mburren me njerëz të cilët janë armiqt për betum në Kur'anin dhe Sunetit. Sikur që ka thonë poeti, ebil islamu la abali siwahu, idha ftakharu bi kejsin au temimi, baba jam ashtë islami, nuk kam bab tjetër une, edhe nëse njerëzit burën
edhe nëse njerëzit mburën me Kesin o Temimin, unë e tham edhe nëse njerëzit mburën me Skenderbeun dhe me Nën Terezën, edhe nëse njerëzit mburën me Ibrahim Rugova me këto tjerë. Jo vallahi ne mburna vetëm me Islamin. E bil Islamu la eba li gajruhu. Vallahi baba jem, udhëheci jem, komandanti jem është Islami, nuk kam tjetër, nuk e pasoj dhe as që e ndjeki dikam tjetër përveç se Kur'ani dhe Sunnetit. Vllazën të dashur, duhet ta din çdo kush prej neve se kemi për borxh, e kemi për obligim që me studiu se çfarë ndodhet rreth neve. Nga se nuk mundet me kon muslimoni i gjithanshëm, s'mundet me kon muslimoni i gjithanshëm dhe universal, vallahi derisa nuk e din se çfarë po bëhet për rreth tina. Duhet me pas njohuri se çfarë kurtha po i bën atina, cili është më hajër për ata, cilën punë do të me e bënë të parën dhe cilën do të me e bënë ditën. Përndryshe nëse nuk e studiojmë realitetin ku jetojmë, ndodhit çfarë po ndodh për rreth neve, çdo hap që do ta morna, do ta kena të gabum. Përndryshe, nga se vallahi nëse shiqon jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëse shiqon shumë prej ndodhive të cilët ndodhshin për rreth pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dilke me shëmbulltyr. Andaj, jo rastisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e boni farz hijretin, kur urdhroi që me bën njerëzit hijret, çfarë boni? Tha, doptit dhe gratë le të bëjnë hijret, le të shpërngulen për ku? Tha, le të shpërngulen për Etiopi, Habeshe, jo për Yemen, jo për Sham, jo për Basra, në Kufa apo Bagdad. Pse vllazën thanë në Habeshe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Nga se e dinte se çfarë ka për rreth tij, edhe e diti se në Habeshe, në Etiopi është një mbret i drejtë dhe tha shkoni atje se aja është njeri i drejtë dhe nuk gjikon me zullum, kurse ato të cilët ishin për rreth tina gjikonin me zullum dhe me pa drejtë. Andaj vllazën të dashur, edhe ne ashtu siç Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e dinte për rreth tij se cili është i drejtë dhe cili është zullumçar, edhe ne duhet të jemi të drejtë dhe ta dimë se cili është i drejtë, cili e ndihmon Islamin, kush është armik i Islamit apo kush është mik i Islamit. Përndryshe nëse nuk e dina se kush është mik i Islamit dhe kush është armik i Islamit, na ban neve që na gatrohen telet dhe shkojnë na ndihmojmë armiqtë e Islamit, ato të cilët na i bin Skenderbeun midis Shkupit, dhe njerëzit shkojnë i bajnë sejdë, i përulen, i bajnë ruku. Wallahi ato të cilët e ndihmojnë këtë njeri, wallahi do të kemë përgjegjësi para Allahut azza wa jall për çdo mëkat i cili bëhet, për çdo përulje e cila bëhet para Skenderbeut. Wallahi janë barabart sawaun fil ithm, gjashëm janë ithm. Allah azza wa jall për pirsin alkoolit 8 llojet njerëzit dënohen, ato të cilët e shesin rushin për alkohol, ato të cilët e shtridhin, ato të cilët e pakuvatin, ato të cilët e shërbejnë, ato të cilët e pinë, ato të cilët unqen për ata, për një mëkat i cili është mëkat i madh. Vallë, çfarë është puna për shirkun i cili i bëhet sejdë, i bëhet ruku sikur që i bëhet Allahu azza wa jall. Le të kenë dru Allahut azza wa jall, se vallahi kur dalin para Allahut azza wa jall nuk dihet se me çfarë fytyre do t'i dalin Allahut azza wa jall, do të burën me armikun të përbetuar Islamit, me shkaktari numër 1 i cili e pengoi që Islami të hecë përpara. Do të burën me armikun i cili mbiti me mia musliman, do të burën me armikun i cili e luftoi tauhidin, e luftoi shahadetin, e luftoi fjalën la ilaha illallah, kurse sot Hasana, Huseina i Zeta shkojnë i bajnë sejdë dhe mburën para atina. Bile për lan, kush i pari kam i çu lule? Kush i pari kam i çu lule atina? Wallahi kjo është për me